Ministria e Shëndetësisë ditë më parë njoftoi se është në proces shpërndarja e vaksinave kundër gripit sezonal në institucionet publike shëndetësore. Gjatë kësaj jave, qytetarët që janë paraqitur për vaksinim falas do të njoftohen me mesazh për terminin e tyre të vaksinimit. Vaksinimi kundër gripit sezonal do të realizohet në 35 pika vaksinimi në të gjithë vendin, prej të cilave 5 në Shkup. Nga Qendra për Shëndet Publik në Tetov njoftojnë se sikurse edhe viteve të kaluara, edhe këtë vit janë të gatshëm që të fillojnë me realizimin e vaksinimit kundër gripit sezonal. Kategoritë të cilat preferohen të vaksinohen për grip sezonal, dihet më veç çdo vit i përsërisim edhe për si vjet vlen e njëjtë, do të thonë këtë pacientët që janë me sëmundje kronike, me sëmundje malinje, fëmijët që janë nën 5 vjeç, grashtat zona, punëtorët shëndetësor, dhe kretë persona që janë mbi 65 vjeç duhet të vaksinohen kundër gripit sezonal, për shkak se te këto kategori njerëzish gripi sezonal përveç se ka raste të cilat mund ta kalojnë edhe ma lehtë, por ka raste ku edhe mund të komplikohen si rezultati i infeksionit ose i gripit sezonal, prandaj preferohet që ato të bëhet vaksinimi, sidomos për shkak të imunitetit dobët të cilën e kanë dhe normalisht me marrjen e vaksinës do jenë më të sigurt ose më të mbrojtur kundër gripit sezonal. Në Tetov, vitin e kaluar janë vaksinuar rreth 4.000 persona falas dhe 150 komerciale. Nga ky repart shpresojnë se edhe këtë vit do të ketë fluks më të madh, sikurse edhe viteve të kaluara, për sa i përket interesimit për vaksinim. Vaksinat e gripit sezonal janë vaksina sezonale, më thonë janë ndryshojnë vit pas viti si rezultati shtameve të ndryshme të viruseve të cilët qarkullojnë. Më thonë si vjet edhe vitin e kaluar dhe si vjet dihet vaksina 4 valente, e cila është prodhim hollandes. Dhe pse përket feedbackut, çdo herë e më shumë ka persona që janë të kënaqur dhe që vinë me një farë forme e tregojnë atë mirësinë që e kanë pa prej kësaj vaksine në kuptimin e gripit sezonal. Me thonë, ose kanë kalu pa infektu, ose edhe nëse janë infektu, kanë kalu me simptomat lehta. Ky edhe o qëllimi në fakt i vaksinimit kundër gripit sezonal. Nuk ka vaksinë që mund të mbrojnë 100%, po spaku efektet ose simptomatologjin pasyrën klinike ta kenë sa më të lehtë jetë mundur, sidomos kur bisedohet për kësi kategori njerëzish që janë me imunitet më të dobësuar dhe janë shumë ndjeshëm ndaj virusit të gripit sezonal. Nga Qendra për Shëndet Publik në Tetov, respektivisht nga reparti epidemiologjik, bëjnë të ditur se pas përfundimit të procesit të aplikimit nga ana e qytetarëve, do të fillojë vaksinimi. Gjithsej në Qendrën për Shëndet Publik ka 4 pika të vaksinimit, me qëllim që ky proces të realizohet pa probleme dhe shpejt. Apelohet deri tek personat që janë pjesë e këtyre kategorive që të aplikojnë përmes sistemit vaksinacia.mk ose përmes mjeku TAM.